Banorët që jetojnë në rrugën e Shtipit në Tetov vazhdojnë të lëvizin në Baltë në këto kushte dimrore. Kjo rrugë që filloi të rikonstruohet vitin e kaluar ka mbetur e papërfunduar dhe tashmë rreshtet atmosferike e kanë vështirësuar dukshëm lëvizjen për këmbësorët dhe veturat. Banorët që dalin për të kryer punët e përditshme përballen me një rrugë e cila është tërësisht në Baltë, ndërsa vonesat u shkaktojnë shumë probleme. Banorët tjerë shprehen se edhe pse me vetë iniciativë kanë sjellur rër për të mbuluar Baltën, megjithatë sërish kur punojnë bëhet Baltë. Dimuj dit, tram dimuj e gjim s'ka kjo, u dhash gji nuk u bon, që të mbetëm që kështon, se në hina në shpej. Që janë, në katastrofë. Sullo, shësina i kanë lënë gjumë. I kanë plasë cevat, e nëse një ndreqim cevi, nuk vëjnë të ndreqin e në cevi. Që bandera shqyqo, banderën e mba që tjeli i sahatit, më do për kene banderja. E kënë kopat që të banderën e vajnë si cëla kompani, një sahat punonën e shkon. Dimu e gjimë që që kështan, në shofë shtina, kitë loqë, se në shkojna në ndyqon, se në hina, nuk në lanë njerëzit në ndyqon të hina, kitë loqë. E katastrofë, në mbajtë, Gjuna është turpi madhë është gjinë, që do? Që në vjesht kaloj dimri edhe nuk është ma rruga, edhe të pak ma kujdes, të shpedon, nuk është të punë. Rrugë që është një kashë, është rrugë kryesore këtu, është rrugë të cilët kanë ka lëvizjet më dhaja edhe kanë edhe veturën, nuk kanë njerëzit ku t'i parkon veturat, pastaj këtu është edhe aj pazarit, ditën e hitë është problem, ka Baltë, në shtëpi tona nuk herë në shpi, çdo ditë po i pshim edhe këpuset edhe shumë. 3 muaj, valla 4. Ka në as njerëz bëjt. Shumë keq, valla. Këtë duhet ta rregullojnë punën. E shosh vetë se si kalojnë unë që ata i dalë në asfalt, ama këto qerës janë. Unë e bëna krejt me grillë, të më pruna vetë grillë, edhe shte ma bëna prap me Baltë. Shumë keq. Pi komunës kjo vëjnë, kjo gabimi i komunës është. Ka njerës gjithin të organizojnë punën. Imi, bëgjin zort imi. Se sikur e shofës edhe vetë, këtë lot është. Kjo as nuk kalohet mirë, as nuk hinjet. Ka njerës që kanë nevoj për ambulanta, për asema nuk hinë, edhe taksit nuk ndolet. Po kjo rrugë mos gaboj është, dhe me thënë, para zgjedhjeve, është fillu një 2-3 javë, edhe punon një kompani e la gjysëm, iku erë tjetra, me thënë, tash ka 2-3 muaj, mos gaboj. Edhe për mjerim është e kjo. Koha e mirë është, nuk punon askush, s'di se qarë të thomë ma keq s'ka, këpucet, kombet, hecim në përloq, me në lana mundana që të shkojmë, se du të shkojmë në punëve. Në punë nuk shkojmë me loq, me 2-3 palë këpuc mundana, nuk merë masa askush këtu. Nga komuna e Tetovës thonë se vonesat janë shkaktuar nga punët që kryejnë operatorët kablovik dhe EVN. Po është vërtet se ka patur vonesat kanë ardhur shkak i punimeve që kanë realizuar operatorët kablovik, operatori EVN, por edhe shkaku i punimeve për instalimin e infrastrukturës nëntoksore gjithësisht kanalizimit atmosferik. Tani jemi në fazën e fundit tek tamponimi dhe asfaltimi i rrugës, pas stabilizimit të kushteve klimatike, i kemi dhënë urdhër kompanisë që menjëherë të vazhdojë me punimet, në rast vonese padyshim se do të merren masa nga komuna e Tetovës. Banorët janë shprehur të revoltuar që punimet fillojnë në Vjeshtë dhe pastaj lihen përgjysma. Ata thonë se punimet duhet të fillojnë kur ka kushte të mira klimatike që të mos krijohen situata të këtilla ku nuk mund të lëvizin shkaku i Baltës në rrugë.